Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore organizuan një takim këtë të mërkurë në Vlorë, ku prezantuan kandidatin për deputet nga radhët e ballit kombëtar Ridvan Mersini. Në këtë takim ishte prezent edhe drejtuesi politik i Partisë Demokratike Vlorë Bujar Leskaj, si dhe kreu i ballit kombëtar Adriatik Alimadhi. Në fjalën e tij, kreu i ballit kombëtar ju bën thirrje qytetarëve të Vlorës të besojnë tek alternativa që ofron sot opozita e bashkuar. Një alternativë sipas tij që bazohet në një program politik pranë qytetarëve duke menduar veç për ta. Alimadhi vlerëson kandidaturën e Ridvan Mersinit si një figurë e njohur dhe me kontribut për qytetin. Ne tani ju ofrojmë një kandidat në listat e hapura, zotin Mersinit. Ju zotin Mersina e njihni shumë mirë dhe më mirë se sa unë. Ai është një personalitet i konsoliduar për ne, një njeri që do ballin kombëtar, sigurisht i do vlonjatët, do familjen, po është dhe shumë i ndershëm. Në këtë aspekt do të thosha që një vot për Ridvan Mersinajn është vot për këtë vakëfin këtu, për frymën kombëtare që ju keni ardhur. Pra ju do të na jepni një suport të fuqishëm. Duke ndarë fushatën elektorale në disa shtylla tepër të rëndësishme, drejtuesi politik për qarkun e Vlorës Bujar Leskaj thotë se koalicioni i Aleancës për Shqipërinë Madhështore është i kompletuar. Një ndër vlerat e shtuara për të është edhe Partia e Ballit Kombëtar. Në 12 vite janë 1.100.000 shqiptar që kanë ikur nga vendi. Në një fushat elektorale, fushata ndërtohet në 2 kolona të rëndësishme. Kolona e parë ka të bëjë me koalicionin që t'i ndërton, me programin dhe me ekipin e kandidatëve. Dhe kolona e dytë është si ti e përcjell këtë program për gjatë ditëve të fushatës. Do të kalojmë te kolona e parë për koalicionin, programin edhe kandidatët, është shumë e rëndësishme të theksojmë që ne, Partia Demokratike, ka ndërtuar një koalicion fitues, një koalicion me mbi 20 parti, por në mendimin tim si Bujar, një vlerë të shtuar të konsiderueshme këtij koalicioni të Partisë Demokratike ja jep Partia Balli Kombëtar, si një parti historike, parti tradicionale, parti me rënjë të thella në historinë kombëtare të Shqipërisë. Kandidati për deputet në qarkun e Vlorës nga radhët e ballit kombëtar Ridvan Mersini, në fjalën e tij vendosi rëndësinë e votës së qytetarëve për kandidaturën e tij dhe ASHM-n. Shqiptarët kanë në dorë fatet e veta dhe të vendit. Në këto momente duhet të votojnë Partinë Demokratike, koalicionin, Aleancën për Shqipërinë Madhështore dhe Ridvan Mersini në qarkun e Vlorës. Në radhë të parë për të larguar të keqen e madhe që ka vendi, rilindjen. Dhe Edi Ramën që kohët e fundit po e bullizon gjithë kombin shqiptar dhe nuk ka asnjë alternativë, nuk ka asnjë program dhe në këto momente vetëm po bën bullizma dhe po flet për çfarë. Shqiptarët duhet ta gjykojnë atë, të gjykojnë dhe programin e Partisë Demokratike. Duhet votojnë Partinë Demokratike dhe koalicionin sepse këtu në këtë vend ka vdekur shpresa për të kthyer shpresën shqiptarëve, për të kthyer atë rini që na është larguar këto vite të fundit. Dhe nuk është e pak, po është mbi 1 milion që kanë ikur në 12 vitet e fundit. Kjo ishte ajo që unë duhet të them lidhur me pyetjen. Ndërsa për figurën e Ridvan Mersinit në qarkun e Vlorës jam në listën e hapur. Jam i barabartë mes 12 kandidaturave të tjera shumë të nderuara, shumë të respektuara. Por Ridvan Mersini e kërkon këtë vot për veten e vet, duke parë aftësitë e veta, duke parë kontributet që ka dhënë historikisht në qarkun e Vlorës, si me mandatet e këshilltarit, si sekretari i këshillit të qarkut dhe kryetari një partie që vërtet është në vështirësi të mëdha sot në politikën shqiptare.